sipas Spartak Ngjelës, PD-ja duhet t'i dërgojë provat që ka në gjykatë. Nëse nuk besojnë te gjykata, atëherë duhet dërgojnë SPAK. Mirë, por nëse nuk besojnë edhe te SPAK-u, pyetja është e thjeshtë. Atëherë ku duhet të dërgojnë? Ka prokurori, etosi, SPAK, SHIK, SHIR, vetëm në institucione, jo në organe partijake. Partia nga latinisha do thot pjesë. Pjesë. Shteti është i gjithëve, partia është pjesë. E kuptova. Understand? Pare që gjykatës nuk ka kujtë. E pra, vetëm me më dhon mua ty. Ne zgjidhim kjo. Spartak Ngjela tha PD-ja duhet të çojë provat në gjykatë. Apo sa, Nuk ka një fare. Spartak Ngjela. Kur ka shpinë? Kur ka shpinë? Qoftë s'ka besim te gjykata ti çojmë SPAK. Qoftë s'ka besim as njëra as tjetra, ku duhet të çojë? Te Sali Berisha. Te Sali, ëh? Te Saliu, ai vendos për këtë vend. Saliu është më ignorant i gjithëve, po na zuri neve. Spartak Ngjela mire ka te SPAK-u, po dhe SPAK-u po e zvarrit. S'ka ku të vëm tepër. Nuk ka ku të vëm tepër, dhe te SPAK-u po na ikën besimi. Po sikur ti dërgoj te Juve? Te kush? Te ju. Provat. Provat, po të mi dërgoj mu. Unë kisha dënu me kohë këta. Ashtu, ëh? Po tani qatë temin e kot nuk thonë tjertë, pa të shfatin e kurvës. Këta janë kurvët gjithë. Gjithë gënjejnë. Me që e nisë muhabetin këtu edhe më po ta japin. Muhabetin që do gjinët nuk ka rrugë pa dalje. E kuptoj. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Kalashnikovët janë në për rrugë edhe me çmim shumë tullët dhe pistoletat. Bram pistoletat automatikët edhe të dalim atje të dridhët kështu siç po dridhem unë të shit që më zuni tartakutim. Nëse s'besojnë as SPAK-un, atëherë ku duhet t'i dorëzojnë provat? Ke Zotin, edhe ke unë. Po si ta gjenë Zotin? Se Zoti gjehet me lutje. Do lutemi, po su kalon lutje, atje le din ke unë. Ju çfarë zgjidhjet do jepni? Ja, e di unë zgjidhen, është sekret zgjidhja. Ja zgjidhen në vend. Qa mendimi këti? Ju bëni ca pyetje kotër. Berisha është mirë që të tërhiqet, edhe sa herë ai Del. me keqardhje e them për atë, sa herë që të bën zgjedhjet, aq herë do fitoj PS-ja. Që duhet kështë shumë SPAK më parë. Më përpara. Dhe çdo moment, çdo orë që ikën, akoma më keq shëndohet puna. Sepse jemi vetëm vend në Europë, në Ballkan, që tu nuk ka drejtësi, tu vetëm vjedhet, lihet, shitet, tu çfarë bëhen. Spartak Ngjela thot, Partia Demokratike, provat që ka duhet i çojë direkt në gjykatë. Nëse s'ka besim te gjykata ti dërgojnë SPAK. Nëse s'ka besim as te SPAK-u, ku duhet i dërgojnë? Trenat ku janë të shpendi. Aty s'bëjnë punë ato. Që doja. Spartak Ngjela, e di çfarë tha? Çfarë tha? Po doja tha ti çojë tha urgjent tha provat tha në gjykatë. Nëse s'ka besim te gjykata ti çojnë SPAK, ti dërgojnë SPAK. Po nëse s'ka besim as te SPAK-u, atëherë ku duhet i dërgojnë? Ti mbajnë xhep. Po në xhep spinuj ato.